Manka, mos ta lexoj këtë letër tjetër kush veç teje, jo se sekrete, por ende nuk jam e fort plotësisht për t'i mundur këto që po të them. Tirana është fare e zakon. Me ngushtësinë e shtëpive të ulta, me udhët e lodhura të dimrit, me një 15 katësh në qendër ngritur si utopia ime, me roje të përforcuara në udhëkryqe ambasadash, me polici që ka pikë qershori të zbejur. Diç parandje, manka. Kur shteti nuk ka qenë kaq përballë njeriut, kur tradhtia e burrave nuk ka qenë më në modë, kur gjumë më të rënë nuk kanë fjetur netet dhe gratë më të humbura, më të zbrazura. Po të them e dashur, rreziku po mëfton duke qeshur me gojën pa dhëm të një dashurie kafshuese me çarje në karakter, që është një pjesë e çarjes shoqërore. Po më ofrohen detyra, miqe të njohur të shumë, të gjithë të lartë nga emrat, por të ulem nga tensioni i jetës, përpiqen të më ngrenë duke u kapur pas meje, po më rrezojnë ende pa u ngritur. E dashur, dëgjom pa shqetësim, unë do t'i gri, po të them, si në makinën e mishit në vargjet e mia.